Opa, jemi live. Pa jemi live. Ledio, të lutem. Është fiks me dham të kuqe që ka kjo gjë këtu. Po ti hidhi 20.000 lekë, mo. Ku që hedhi mo? Hidhi Google me 20.000 lekë. Ka dhja lam. Ore, lexove atë që dërgova? Cilën nga këto tash se ishin? Të dy ishin buka. Po normale. Kjo që do në të vriste veten. Ore, unë i që mbërë përshtypje tash. Pse duhet të marrë me vrar vetëm këtu? I gjë e parë që bëjmë përshtypje, se ka shumë gjëra që bëjmë përshtypje, po i gjë e parë. Fix. Tani. Kjo son duhet me vrar vetëm. Më është mërzit, për çfarë do lloj arsye, nuk po diskutojmë fare arsye, domethënë ai ishte e shëndetshme, ai ishte e re. Po. Pse duhet marrë leje? Ti je në një vend si Danimarka që do vesh farmaci, je 29 vjeçë. Do t'japim një kontekst për dëgjuesit, domethënë që ishte një gotë nga Danimarka, ishte 29 vjeç. Që kishte 3 vite që aplikonte ose që kërkonte nga autoritetet, 4 vite. Që të jepnin leje që të vriste veten. Jo, që ta vrisnin ata. Ai që pa domethënë ishte sa. Nuk e vriste dot veten. Por nëse ideja ishte që kjo më në fund e kishte marrë lejen, edhe i kishin thënë që po do të vrasim fiksuar. Do të vrasim se na çave trapin. Po do të vrasim. Edhe i kishin thënë që do të vëmë në gjumë, do vim një ditë mas 3 javësh, do të vëmë në gjumë, edhe mas të vihesh ti në gjumë, do të vëmë një kështu që të pushoj zemra. Kjo ishte konteksti. Tash gjë e parë, unë mundova një herë ta vë veten në vendin e kësaj. Tash, nëse unë kam vendosur me vrar veten. Se duhet i pyes sa njerëz, pse duhet më vrasin ta mua? Dili para një kamioni, dili para një. Ka lloj mënyrash. Se po t'japim mënyra duket sikur unë e kam bërë plan ta vrasë. S'do t'i japim kështu priksa asaj. Tani, okay. Ti në qoftë se je në depresion aq të thellë, që asgjë nuk të bën të mendosh që kjo goca është në depresion aq të thellë, po ti në qoftë se je në depresion aq të thellë, nuk duron dot 4 vite burokraci. Duron dot as je dinte ai që ishte 4 vite. Se ti qoftë se ai kur ka aplikuar i kanë thënë që kjo do zgjasë shumë kohë. Po. 100% e kam bërë të ditur. Tani, a është kjo atallet me njerëzit që vërtet bojnë depresionin? Po. Kjo për mendimin tim është tallje, sepse e para herë tani përdesa e vëmë veten në vendin e kësaj, ja dam zgjidhjen që kjo mund të thjesht ta vrisë veten dhe e mbytur si muhabet. Tani fakti që kjo kërkon aprovim, gjë e parë që më shkon prapë mua në mendje është për ta njerëzit që ka kjo kishte dashura burra që kishte një rob. Kishte dashur, kishte familje. Kishte familje. Tani si mund të ndihen ta robt e kësaj gjatë tyre 4 viteve? Edhe si do ndihen mbasi kjo ta vrasin domethënë. Po do shpëtojmë atë. Ai të paktën ai dashuri do shpëtoj. Ai ka ngjecur i shkreti. Ore, ai ka ngjecur më pa. Ai 100% ka dashur ta lëri këtë. Po tani nuk e lë tjetrën kur do të vrasi veten. Nuk e lë dot. Edhe i shkreti ka ngjecur me këtë. Po mirë ai ja supozojmë se ai është po priste që kjo do. Po familja unë. Po mirë tani kjo për familjen çfarë pret që kjo si takon njerëzit kjo? Janë danez. E më ta dhanë leje sot, jo, s'ma ka dhanë akoma. Ja, s'ma dhanë leje. E mi do të takomi nesër, jo, po do të takomi se akoma. Imagjino prindërit e kësaj që ndihmojnë të aplikoj, se 100% ka pasur edhe një avokat ose në diçka në mes që i ka ndihmuar, prindërit e çojnë te zyra për të aplikuar për të vrarë veten. Imagjino thot prindër, i thot teatrit për shkak, do të thosh çik nesër atje se duhet ajo letra, po çojnë. Po ata nuk kanë me çfarë merren në praktikë tash. Ata i kanë zgjidhur shtëpitë me hallë. Është fix, është punë kod. Këta do të quar në Sirinja 2-3 vite. Ose në Palestinë. 2-3 vite më, një javë çoj atje.
që një Palestinë bëjt sa TikTok ajo me qa ndodhë në Palestinë, edhe do i vim mend ase dire. Ku do i bëj do të TikTok me një TikTok mbaron kajkimin, me çfarë kajkoj telefonin. E bën TikTok në Palestinë si që po bëjnë ata pafund. Shumë problemi më madh është eutanazia. Problemi ato jo, po, di çfarë më përshtyp mua, se kur e shikon botën, unë imagjinoj botën si me qenë një kështu, si ta ajo International Space Station që është ajo gjë. E imagjino ti je një astronaut që shikon botën nga atje dhe thua që edhe shikon domethënë Evropën, shikon Afrikën, shikon Azinë, ai ti je në një pikë që shikon të tre ato kontinentet. Edhe ulesh aty duke jo cigar spinat apo çfarë. Ulesh aty thjesht nga dritarja, edhe thjesht shef kjo në Danimark çfarë halli ka. Qa halli ka në Afrikë, qa halli ka në Palestinë, e qa halli kemi ne këtu në Shqipëri, me të imagjino sa bukur do ishte qa kanë vestrimi bukur. Po mund t'i ftojnë në podcast këta palestinezë, afrikanë. Ata që kanë ngelur. Po, të kanë vestrimin e tyre. Orja, po ta mendosh tillë, për këtë muhabetin e eutanazisë, se këtu janë persona që po bëjnë dekada, të cilët kanë luftuar për eutanazinë si të drejtë, edhe ai thot, unë kam një për familjar timin, që është 70 vjeç, që ka një sëmundje terminale, që din që do vdesi, ka një kancer pagurueshëm, kimio i shkakton më shumë dhimbje se kancerit, e kimio thjesht i shton 6 muaj jetë. Po 6 muaj jetë 70 vjeçar në një spital. Nuk është i shton 6 muaj jetë normale. Edhe ky zotëria me të drejtën e Zotit thot, bashkë me personin në fjalë, vriteni, se mos ma bën zemra që ta vras. Ai nuk vret dot veten e tij, sepse është spital mezi po jetë, mezi po merr frym, po ha me tuba, ai nuk e vret dot veten. Mos ma bën zemra ta vras. Edhe me një farë të drejtë logjike i thot shtetit që vriteni. Edhe ti kalojnë dekada, njerëzit debatojnë, ka sindikata, ka organizata, aktivistë që kalojnë vitet jetës tyre për këtë të drejtë. Në fund të fundit miratohet e drejta, edhe shumë familjar që kanë ndihmuar në këtë proces prej dekadash, kujtojnë dhimbjet e familjarëve të tyre dhe thonë, okay, ka persona të tjerë tani e tutje në të ardhmen që nuk do kalojnë vojtet tona. Dhe pap del kjo mikesha, 29 vjeçë si kokre mollës, me zero sëmundje, edhe thot më vrisni mua. Ai herë poshtë gjithë mund që kanë bërë këta njerëz. Gjithë kjo dhimbje, dekada vuajtje. Je vetëm kjo, po imagjino sa njerëz janë për shkak të smurë në botë, domethënë. Janë edhe smundjes, kanë edhe kështu paftësisht, domethënë çfarë quhen këto, edhe kjo 29 vjet është shëndetshme me gjitha gjërat. Edhe bukur ishte, se e pash një atë video, atë një koment më poshtë se ku e pash aty. Ishte gjitha e gocë. Po që mendja është gjë e madhe. Një kokë të grurë. Gjë e vogël ata. Gjë e vogël domethënë. Ore, po pse është shpreha kokër gruri dhe jo kokër misri? Ose gruri është më i vogël mos si kokër. Okej. Po problem është. Problem, jo, nuk kam ndaj problem. Unë them thjesht që këto s'duhet të miratohen. Unë them, ai që ka vendosur me vrarë veten. Në momentin në momentin që pranove eutanazin ti, kjo gjë do ndodhe. Çdo person me 2 mend në tru, me 2 mend kokë, e dinte që kjo gjë do ndodhe si çdo gjë tjetër. Po është tjetër gjë eutanazia, është tjetër gjë vrasja vetes. Eutanazia është kjo. Kjo është eutanazi. Po eutanazia, ajo që miratohet, ajo lloj eutanazia që miratohet, ajo është për këtë raste qyteti që ku janë. Kjo është miratuar, është miratuar me njëjta procedura, me njëjtin kod ligjor. Se kuptoj fare, po tani njerëzit që i thonë, okay, vraje veten, si thua praktikisht? Se vret dot veten ajo, se vret dot veten. Problemi është
Logjika që ti nuk e vre dot veten, familjarët nuk të vrasin dot, edhe të vret shtetin në mënyrë humane që mos bëhesh dhimbje. Se nuk është se kanë të gjithë byth ti dalin para autobusit. Do më thënë kjo s'ka as guxim me vrar veten tash, kot për çfarë bën? Fix. I bie që kjo tani, se shiko, mënyra se mendojnë është nëse njeriu për një moment i humb ai motivimi për të arritur diçka ose për të jetuar jetën, fundit ti gjë minimale është jeton për njerëzit që ke vërtetë, ke atë burrin, ke familjen, ke këto tash imagjino, mirë s'ke dashuri për veten, nuk e kështu, nuk e do fare veten tënde. Imagjino çfarë dhimbje do shkaktosh prindërve tu, unë po e vras veten se imagjino si ndihen prindërit, thotë ne kemi dështuar komplet. Prindërit thonë ne kemi dështuar si prindër, si familje. Që kanë dështuar ata. Unë dhe shok ta kisha më njërin, ta kishte mendim do ndihesha vetëm, por unë çfarë bëj këtu? Do të imagjino 3 vite kjo mohabet, 4 vite kjo mohabet, se nuk është se 4 vite më. 4 vite që kur ka aplikuar personi. Domethënë kur ka aplikuar ka qenë 25 vjeç. Logjikisht ti mendon që depresioni ka qenë më përpara. Po bënte disa vite depresioni që ishte. Kjo s'është në rregull këtë, po mendim tim kjo e ka një problem. Jo vetëm depresion, po kjo ka në kështu në vida, në gjë kështu. Në gabim në projektim. Ka një bug sistemi. Ka një bug, po, fix. Ka diçka që se ndryshe nuk. Po si bëhet që kjo në vend që të jetë bug mund të jetë feature e sistemit. Po kjo në krahasja nuk bëhet atë feature. Domethënë është feature se është një bullall më pak në botë, po prap për dëmin që shkakton është ose thjesht ky lajmi që përhapet tash, prap është dëm që i bëhet gjithë shoqërisë, domethënë. Nuk ka qenë dot feature. E feature do ishte për shembull po ta kishe vrarë vet, ta kishe pa i pyetur, ose ta kishe nis aplikimin, ta kishe thënë jo. Po si çdo person tjetër. Po, si gjithë ata që vrasin vetë. Me bukur do ishte ata që kishin thënë jo, e kjo në shenjë proteste thosh, okay, ju më thatë jo, unë po e vras veten, bam, edhe ikte. Kjo në shenjë proteste kishe vrarë veten në mënyrë më të dhimbshme të mundshme, ti kishe vrarë flakën vetes në mes. Po, më para zyrës aty, po. Po prapë do vite zjarr fikse do e shpëtonin. Po jo, mos e do dëgjoj t'ia vinte kështu me një, ku diun, t'ia vinte na koka, po ku të nxitej mënyra, ka mënyra plot tash se mos jam idea për njerëzit, po ka mënyra sa duhet. Ideja është që nëse do të bëhesh i keq, duhet të vrasësh veten në mënyrë më të dhimbshme të mundshme. Që të zgjasë Ke sa duash i ke parë në filma që është ai tipi ai keq në fund fare që e kupton që e kanë rrethuar të gjithë, edhe e ka rrethuar policia dhe ka drejtuar, edhe thjesht fut dorën te xhepe, bën sikur do nxjerrë armën, ata e vrasin gjithë. Ore, okay, po. Nuk e vret njëri në Kopenhagen atë. Po mënyra ka, po të vinte këtu mua. Të vinte këtu edhe e gjinim ziljet. Fix mo. Ka mund kishe shkuar në një vend tjetër. Pa pik probleme. Mund kishe vajtur në Londër me një Rolex në dorë edhe do e kishin vjedhur ata shokët andaj. 100%. Po se vjedhja varet, edhe nuk e ke sigurt vdekje. Do kishin fut një 2 thika. Po, nuk e ke sigurt vdekje, nuk them ta kesh mbaruar më që mos. Po që nëse kjo më duket më shumë mua kjo që ha. Siç ishin ato protestat në Malmo kundër Izraelit? Kjo të kishte vajtur atje të protestonte kundër protestuesve. Po, edhe e bukur. Edhe të recitonte, e bukur do ishte të recitonte Torën, librin e çifutëve, edhe të lexonte ato fjalët ku thoshte vetëm izraelitët janë njerëz, kush nuk është izraelit është një kafshë, është i krahasuar me një dele, nëse ti ke marrëdhënie me një femër jo izraelite, ajo nuk ka të drejta.
Nëse bëj një fëmijë me një femër jo izraelite, ai fëmia nuk quhet izraelite, e të tjera ti lexonte para gjithë aty. Edhe unë këtë kam menduar pak në jesh. Nëse do arrinte puna me vrap veten, do mundohesha që ta bëja sa më kështu më pak, sa më të si thuhet, të kështu të utile, domethënë atë gjën, ta shfrytëzohet deri maksimum. Po. Ose tikja të vrisë në një herë, të vinte punat më vrisë policia për shembull, ose Si. tikja. Bëja në një gjë që thuaj, okay, unë veten time e kam vendosur që marrova Po punë është me këtë. problem. Shikoj se do dhe frikë, Do dhe pyes. problema. E di qa s'kam kuptuar asnjëherë unë. Bamen kur ndodhi Gërdeci, Ne. edhe Fatmir Mediu vinte në gjykat. Po shkon akoma Edhe njerëzit bënin protesta aty para gjykatës kur kalonte ai. Po. Tani se kuptoj unë. Se aty ishte nëna me të zeza, për shembull. Po, është akoma shkela. Si i dish djali vetë, nuk e di çka ka thënë, ramet pas. Po si dha një bombë kësaj nënës, hire bombë, si që aty vrit Fatmirit direkt. Dhe vete kishte për mua, ishte ajo tjetra në Amerikë që e vrau atë prodhonuesin e bijës, nuk e di atë ka dalë ty. Po, e kam parë, po. Ajo bëri bam. Ajo ishte gjak ftohtë. Ajo ishte gjak ftohtë, ai si vër video jo. Po, ajo mua më duk vepër normale, më duk mua, që normale. Po vepër është shumë normale, por shumë e vështirë për ta bërë atë. Po nuk ke çaj thua asaj zonjë që thua shore pse e bëre pse. Po asgjë nuk ke çaj thuash i lum dora asaj. Allah dhe bëf zoti, ajo meriton një statuj. Po tani nuk e bën dot 99% e njerëzve nuk e bëjnë dot atë gjë. Që ti je aq i ftohtë. Edhe ta shikosh atë tjetrit në sy e t'ja bëj bam. Se asaj nuk ju drot dora fare, ajo erdhi aty, u kthye në ai, futi dorën në xhep, ba. Kaq, mbaroi. Bravo i qoftë. Bravo i qoftë, po është shumë e vështirë ajo. Normal që e vështirë, po tash. Jo, unë këtë kam menduar, domethënë që nëse do rindë ndonjëherë puna, do të shfrytëzoj jetën maksimum. Se mi për veten time kam marrë, po paktën bëj në gjë. Fiks. Bëj. Ore, kalon histori për një gjë. Po, edhe mos ngelesh me një histori, vajlesh, po tu paktën që, ore, mirë në jetën time nuk arrita dot me i nxjerr në një gjë, me i nxjerr me dal në dritë, me dal në hajër, domethënë, paktën e di që to gjëra ta kesh shans një rob me ose me marr hak ose me bën një gjë, ku di. Po që do e bëja gjë, do e bëja patjetër. Me marr leje një herë gjë e fundit që do më shkon me mendje që merja unë leje me vrap veten, se imagjin. Edhe po tjetoj ndani mark, nuk e di pse. Kjo më duk më shumë si për vëmendje, thonë që ja unë po marr leje. Nuk e di. Po shkon do vdesi vërtet ajo apo jo? Do ta ndikim si rast. Po edhe mund vdesi mos, se s'është se ajo masa është aq e sigurt. Ajo besoj unë, është aq e sigurt. Nuk është se e kupton rëndësinë, domethënë, e kësaj besoj, se vërtet është aq e sigurt, ndoshta edhe merr si kështu që se atë video që pashun ishte një ca sekonda video, nuk është duke aq i rënduar, se unë gjithmonë kam menduar që këta njerëzit që duan të vrasin veten janë çik të rëndur psikologjikisht, domethënë, se duken që nga fjalët ose. Po. E duke njëri normal, ma ishte për prezantues emisioni. Ai është për emision mas dite. Për emision mas dite në gjesi. Por që, po, kjo bota ka lloj-lloj hallesh. Ndër hallet e bukura, ishte ajo gjë tjetër që çova, ajo me 100 diçën, ishte halle ka Mr. Beast. Ai ishte shumë e bukur, edhe për mendimin tim, nuk e di ose në ndryshe ta shohësh shumë. Ai është Big Brother, shikoj, ai Big Brother fix si duhet të jetë Big Brother. Si duhet të jetë Big Brother, domethënë, se ky Big Brother me këto prime që bëjnë këta, me këta show, me këto surpriza nuk ka lidhje domethënë. Prapë të japin çik kontekst njerëzve, ishin dy veta që nuk njiheshin, që i çunë një gotë që i futën në një dhomë, tek dhomë me 2 banjo, 2 krevat, me drita verbuse pafund, e kamera për 100 ditë. Po me $500,000 ata. Po.
250 250.000 tjetri, edhe një herë në 10 ditë vinte ky robi, ky drejtuesi që jepte në një ofertë që thoshte blini këtë. Drejtuesi Mr. Beast tani. Drejtuesi është Po mi mos e ndoshta nuk e njohin. Këta dëgjuesit tan nuk e njohin. Kompanit nuk kanë mjaftueshëm buxhet. Ai dëgjuesi joni vetë nuk e njeh Mr. Beastin me shumë. Po, 100% ai nuk e njeh. Se nuk është italian. E përshëndesim. Po. Edhe vazhdo? Jo, thjesht po them, ato që jepte ky ishin bukura, domethënë ato ofertat ose ato sfida që jepte ky, domethënë ishin goxha të lezetshme. Jo, po, ideja është që ata e kishin dëgjuar çfarë kishin folur këta. Edhe I kishin dhënë ofertat me sens. Po. Kupton? Se kishin dëgjuar për shembull që Koca kishte fiksim Tesla. Edhe kishin dhënë ato oferta me Tesla. Po që sa ra Tesla, se nuk e morën ata. Ose në fillim fare mu duke ajo pjesa që këta I ofronin ushqim, domethënë që gatuta kuzhinieri ishin freskët me mishë me gjëra. Ndërkohë që këta kishin konservash, çfarë ishte ato gjëra që hanin ta. Po, ushqim. Po. Atë më kujtuaj një kështu se ku po dëgjoj një muhabet një ditë që thoshte e pyeste njëri dikë që I thoshte që s'ka lidhje me këtë, por I thoshte që çfarë do doje ti të haje një gjë për jetësi. Edhe ky thoshte mish qingjja, mish keca, nuk e di, po një nga ato dyja. Edhe këtë që I thoshte po imagjino përjetësia më plan, përjetësia është përjetësi mund ta hash një lloj gjëje për jetë. Po jo, po ata kishin edhe mish dhe peshk, jo mish pule dhe mish kuq, po I kishin kështu. Po si tip konservash, Po, nuk e kishin ushqim. Po tani hajde të se a bën halal ti ushqimin, se ai tjetri thot po si halal me ishte mish deri. $10,000 më plak, $10,000. Pagoj $10,000 ti që të hash mirë. Po, ta një vakt. Jo, ta haj ditë për ditë. Okej, po ja bën halal ti. Po paguan $10,000. Edhe bërë shumë përshtypje e pjesa që zgjodhen filma, zgjodhen libra, se imagjino njeriu do të merret me diçka patjetër. Po $1,000 për një film? Jo, mos ishin shumë ata, zgjodhen pafundësi. Po nuk I zgjodhen ata filmat. Po çfarë zgjodhen librat? Po librat ishin librat dhe ato ekspresin duket. Kafen, po. Librat, kafen. Okej, kafe më plak. Se çmendje I vesh këta, deshte. Po për kafe. Edhe kush e bukur? Se tani çat shkon mendja të gjithëve. Po ata bën seks me njëri tjetrin? Pikërisht, ata kishin me gjithkohë, tash po këta ku do ja plasin tash. Edhe tani duke parë komentet aty, unë shikoj këtë, jam unë thot ajo. Se video kishte dalë më para, kishte dalë 190 Kishte komentuar kjo goca. Po jam unë ishte thënë. Zvajta shtellën për komente. Çfarë thoshte? Edhe koç. Se në banjo s'kishin kamerë. Jam unë thoshte. Tani kjo kishte një kanal në YouTube. Edhe kjo fakti që kishte dalë aty kishte shfrytzuar bashkë me këtë tipin tjetër. Po shumë mirë. Kishte shfrytzuar fuqishëm. Edhe tani kjo kishte bërë një 5 video për këtë histori. Si kishte emrin? Pyes për një shok. Ja, rova emrin tani, po ta kërkosh. Po ta hapësh linkun e Twitterit, e ke poshtë aty, që thot që të del ajo. Te komentet e para. Edhe kjo kishte bërë video tani për treguar eksperiencën e saj atje brenda, dhe të gjitha video, të gjitha titujt të bënin të mendoje që kjo do të tregonte nëse këta kishin bërë seks apo jo. Në asnjë moment nuk e tha kjo. Kjo ata thoshin që në banjo nuk ka kështu kamera apo jo. Jam dakord. Po kjo ajo që dua të them unë është që kjo e shfrytëzoi këtë. Që nxjerr video me 100.000 shikime në YouTube, që të bëndet mendoje që do I përgjigjej kësaj pyetje, po që nuk ishte përgjigjur akoma. E kjo kishte ngel mister, po 100% ka shkuar. Po më pak, s'ka shanse. Që është për zemë wire. Edhe gjë që zgjuar këtij çuni që lidhi antenën me televizorin, domethënë. Po. Ja, do e gjej këtë dhe shoh të gocën, po. Kjo lidhet
me atë muhabetin, ba me që bëjmë muhabet në YouTube versus televizioni, Po, Mr. Beast tani, bëj një produksion 1 milion herë më real edhe më tentues se sa Big Brother. po. Edhe që zotria merr 100 milion herë më shumë shikime, klikime, vëmendje se sa Big Brother. Jo me Big Brother në to, po dhe Big Brother në Amerikë. Big Brother ku të duash ti. Ai merr më shumë vëmendje me këtë video se sa Big Brother i vet. Po që ishte goxha e bukur dhe pjesa që ky ja la domethënë televizorin aty dhe masi ky e gjeti, domethënë ishte goxha. Po ja laj se fitoje, qa? Po, Nuk ishte kundër rregullave. edhe Ai pjesa e la drejtave. televizorin për t'i ngacmuar, ai la televizorin për t'i ngacmuar, për t'i tunduar, edhe këta e kthyen në favorin e tyre. Goxha duke që ishte goxha reale domethënë. Goxha e bukur si gjë. Po nuk ka asgjë falso, e bukur është se në videot e tij nuk ka asgjë falso, se janë të gjitha të vërteta. Lezetshme ishte. Edhe nuk ka asgjë të nuk ka asgjë që është me skript. Domethënë kur vinin ata te dhoma, kur futej Mr. Beast bashkë me ata të tjerë aty, i vetmi skript është që ne do fusim brenda këta. Kaq, ju çuna do fusin të gjëra, unë do jap ofertën, pastaj puna e tyre. Po se qa bëjnë ata atje, shakarat që mund bëjmë me njëri tjetrin, qa komentesh mund t'i japin, qa ose njeri do t'i ndihmoj, s'do t'i ndihmoj, se si i thot fjalët Mr. Beastin. Dhe ajo që i fsheu zarët i që thënë, na çfarë vesh me kohë. Kupton, ajo që dua të them unë është që kur ti je i sinqert në atë që thua, është 1000 herë më mirë se sa të kesh një skript që e lexon. Edhe po të shikosh dhe video. Për dikush që nuk është pjesa e saj, po dikush që është nga jashtë, nuk ka si tjetër ai që real. Po të shikosh dhe videon origjinale, se kjo video që dërgova unë është e ripublikoj ai se nuk ishte me sponsori. Po ka videon origjinali që është me sponsori. Edhe reklamën që i bën zotri, i bën 30 sekondë reklam kompanisë, edhe kaq. Kompani nuk e nxjerr në sfond, në asnjë vend, nuk është si birra peja që është në të gjitha anët. Shega mbush fryre fe me birra peja, po. Fat. Ja, goxha bukur. Shikon që YouTube është mbi televizioni. Peja kishte nxjerr limited edition për Europianin, me qenë fjalën. Oh. Dhe me shi shure. Jo, më jo, shia është same shit, por thjesht ajo Kanaçi ishte gjë tjetër. Kanaçi ishte gjë. Bravo. Po ta mendosh. A është birra alkooli më i keq në atë shit? Jo, nuk mendoj. Ose jo më i keq, alkooli më i lodhur. Po, për mua më pëlqen birra. Okej. Ti klasifikojmë që. Se për shembull, ti pi verë? Po. Je sofistikuar. Bashkan gjithë unin tënd me një koncept. Kupton? Po. Se kur pi verë, tjetri mendon Francë, Spanjë, Itali. Po më se tani unë verë, nuk është se mund ta pish aq kështu domethënë, aq kollaj sa pi birrë për shembull. Unë mund shkoj në lokal, masi birrë, edhe pi birrë për qef. Po, mund të pish dhe një gotë, se ka përshtypje shumica lokalëve ka verë. Po kanë, gjithë e kanë, po nuk është se më shkon më që pi verë për shembull. Verë ndaj pi në një ku jam duke ngrënë mish edhe mundësisht ta pi dhe një tjetër, se kur e pi vetëm si. Okej. Po tani ti, okej. Prit se tregove diçka që është shumë e rëndësishme. Okej. Kalon te vera. Verën ti edhe një, me verë ti bashkëqi vetë tënde me sofistikim. Alta klas,
personi edukuar, i lexuar, i menduar, borgjezi. Po, sepse verën për shembull nuk është se pi me mushbarkun për fjalë. Kurse peja, Po, un pi peja për shembull, se kur pi birë, them di që i fus 2-3 bira, mbushet ajo depozita. Edhe okay. e mbyll muhabetin. Po pi Bira njëta që po vlen të, me po këto të bësh xhinat një domethënë. analogji, po të bësh një analogji midis alkoolit dhe ushqimit, Ha? bira është si të bësh fasule sot, të hash fasule sot dhe nesër të bësh pilaf që ta hash me fasule që ngeli sot. Për shembull. Se unë tak tash, unë e pija birë sot ç'pun kanë e nesër. Po mirë ma, duhet të them, se shqiptarit tipik kam përshtypjen se të gjithë shqiptarët e kanë bërë të që Po ngeni fasule për nesër, na. ngele fasule. Po, Atë nesër ti bën pilaf që tash pilafi me fasule. po bira s'ngjet për nesër. Okej, ma po jam dakord, ma po ta krahasoj me një ushqim, me një lloj ushqimi. Se kur mendon për verë ti, verë të kuqe mendon për mish. Po. Verë të bardhë mendon për peshk. Po, nuk është se shkoj verë me fasule për shembull, ose verë me byrek ose ku e di unë. Okej. Po të pish për shembull whisky, Po edhe këto për shembull, edhe këto të lezetshme si pije. Po okej, po të pish për shembull whisky ose scotch ose konjak. Ponçi më plak. Ti ka ajo që ponçi. Ti asoçon bashkëngjit unin tënd me një mashkull me kostum që po pin edhe po të mos një puro, po pja të gotë me whisky afër një oxhaku. Kupton? Nuk di, po këto Kjo dhe është ideja, kur? sikur mua më bëjnë edhe të bësh një muhabet çik më kështu, për shembull këto pije kështu. Se unë birën e kam kështu, domethënë si pijen si bazë domethënë që okay, këtu nisim, do pim bira, mund bëjmë çfarë lloj muhabeti, mund ta pim me këdo. Po mirë, okej, ka shije më të keqe nga të gjitha birra, nga të gjitha llojet alkooleve. Prapë do të thoja unë, se nuk është se unë e pi birën për hall për shembull. Nuk kam hapur se kush e pi të birën. Unë e pi se më pëlqen, por kur e pi, kur se pi, se pi. Okay. Nuk e di, nuk e fus dot të pijet e këqija, domethënë. Se unë kurse dua nuk e pi fare. Ore të krahasuar me alkoolet e tjera. Po të. Po mirë, nëse unë do mund të zgjidhja, do më vinë aty para 3, ke një xhek, ke një verë, ke një birë, për shembull. Po. Tani kjo do pija unë, tash gjithmonë do ishte varet përgjigja. Varet me varet ku jam, çfarë po ha, me kë jam, domethënë varet që mua të treja më pëlqejnë. Okej, të treja na pëlqejnë të gjithëve ne. Pyetja është në ato të treja. Kush është më e lodhura? Po më lodhura bira është mos e, më e lodhura në kuptimin që është më e lira. Bira është, po. Bira, ajo ka shije më të keqe. Po mirë, duke krahasuar këto dy tjerat, po. Ka më pak alkool, ka shije më të keqe, të fryn më shumë. Ka më pak histori pas vetes. Ka më pak mundim, se është shumë e lehtë të bësh birë se sa verë ose një whisky. O ka më pak njohuri për shembull. Po. Të bësh birë. Okej, po. Duke vazhduar në atë analogjin time, që ti asoçon verën me këtë, whisky me atë. Po, që në dhe gjithë të minuta me perios të birën, Prit, kur pi vodka, për shembull, ti asoçon veten të paktën me një night club. Po. Kupton? Po. Ose kur pi tequila, e asoçon veten me një vend plazhi. Ose te Meksikani. Meksikani me vap, që është vap, mundësisht në plazh, duke që se Meksika është shumica plazh. Edhe kështu me radhë. Po kam pas një shokun që e quajnë marrë në Meksika, o plak. Çfarë? Kam pas një shok që e quajnë marrë në Meksika, nuk e di. Edhe tani birën.
Me çfarë asocion ti? Me cilin ide? Me lokalin e lagjes. Me lokalin e lagjes? Po. Me një ndeshje futbolli, sporti, po Prapë sport. lokalin e lagjes. Jo me tenis për shembull, nuk e asocion me tenis. Jo, as me padel, as me çanto, me një ndeshje futbolli. As me Formula 1, asocion me ndeshje Po, futbolli. po. Asocion te lokali i lagjes, asocion kur s'ke lek. Po, për shumë, po të thoje aq do shohim ku diun Barcelonën sonte, nuk do shkonte me një orë, do pimi kot verë duke pa Barcelonën, nuk. Po, nuk pimi birë. Do pimi birë normal. Tani ajo që dua të them unë. Përveç se bira ka shije më të keqe. Ka më pak alkool, i cilësi më e dobët, do më pak kohë për të bërë atë gjitha, është më lehtë për ta prodhuar. Ka dhe një metafizik filozofike na brapa, që është më pak, si ta shpjegoj, është më e lodhur se ideja që mund të Që pas ka kapën birën sot mos e fiksove. Kot më plak. Po bëj kohë që mendoj që bira është pija alkolike më e lodhur, është një argjim kalorish. Edhe një mundi kot i mëlqis. Alkooli në vetvete është pak a shumë si kjo tani. Thjesht bira është ajo që është më e lira, edhe ta jep efektin, do të thënë mbush barkun më shpejt. Më ngadal, ka jep efektin më ngadal ajo për ta dhënë efekt. Po barkun e mbush tash tani unë mund pi për shembull gjithë ato teke për shembull me Jack, edhe nuk çohem nga tavolina, po pi 2-3 bira, duhet më çuse, duhet më shku. Nëse. Thjesht kam një kështu. Po verën për shembull njoh shumë njerëz që kanë shumë parajgjykim për verën, domethënë. E vjen një gjë e verës, se ka parajgjykime në kuptimin që të zë shpejt, domethënë thonë. Po se ose është më e rënda. Kam shumë alkool, nuk kam problemi verës është nuk është se të zë shpejt. Problemi është se kur çohesh të nesërmen tjetër, ke dhimbjen e kokës më të keqe të mundshme. Ke një hangover që është onënë. Jo, unë rrallë ka do të 2 herë, domethënë. Unë s'kam pi shumë herë verë fuqishëm. Po nga ku di unë 10 herë afërsisht që kam pirë verë kështu fuqishëm, 1 herë mund të ndodh ose 2 herë maksimumi që kam pas dhimbje koke. Jo, hangover më të këshim për mua nga që historikisht me verë të kuqe. Po kështu mua më ndos po i përzip me këto atëherë është po të pi vetëm një lloj alkooli. Ore edhe kur i përzije, edhe kur i kam përzije, nuk është problem, po qofse në përzije e futet vera, është gjithmonë problem. Nuk e di pse. Do shta është fakti që vera e kuqe dhe si e thatë në shije dhe të gelet ajo shija e thatë të nesërmen tjetër, se ti je super i dehidratuar, pa gjumë, nuk me ndonë dot, edhe kur vjen puna, prap ke një thatësi brenda. Nuk e di pse. Po nëse, unë kam thjesht një vendeta kundër birrës, në përgjithësi. Po nuk e di pse pas e kap me birrën, po i bëjmë anti-reklam birrës Peja, po. Po birë kote ma, birra Peja, futa podës kote. Birra Peja se shatë birë e mirë. Po, për Shqipërinë e mirë është. Se ka, i pa qenë mirë është më. Ka persona që njohin vërtet birrë, edhe që i shijojnë vërtet, që pin birrë të mirë, asnjë nga këta persona nuk pi birra Peja. Vetëm të alkoolizuar pi birra Peja. Ose kur s'ke lek, edhe fund janë 20 birra 3 veta dhe ja rrëv. Po, Paulani për shembull pëlqen mua. Paulani ka goxha shije të mirë. Me Paulani pi 2-3 Paulani pish që je në rregull. Je qiqe, po. Je fix për podcast. Do ta bëj një podcast të dellë, po kur bëjmë aktivim tjetër. Po do ta bëjmë të dy, domethënë që t'jemi jo njëri. Po, të jemi të dy në dhomë. Jo, nuk, edhe mos jemi në dhomë, po t'jemi të dy orë. Po, dhe ajo. Do të gjejmë dikë që na vë këto linqe të gjëra, të kupton. E bën gati ti, e programon. Thjesht me kliku aty po hyr, po. Po, e programon ti dhe hyn aty. Po ç'kemi kështu?
ja bëm dhe birës peja gropën. Po. Tani që sham neve bira peja. Do bie në aksionet. Era në aksionet. Tani për çfarë do... Ore, kam një pyetje unë. Pyetje filozofike besa. Po, keni ndonjë kompani neve që ti mund të blesh aksione ti investosh në bursë, ose ti si shtetas privat shqiptar? Po, këta hapën njerëz ti kështu si mohabet si ligj, hapën një kështu një agjenci që do hapni bursë, ata do hapni bursë shqiptare. Problemi që kam unë, nuk kanë hap akoma. është që unë mund të investoj shumë thjesht në kompani të treta që janë në Amerikë. Po ato nuk funksionojnë në Shqipëri. Si nuk funksionojnë? Nuk funksionojnë me Shqipëri, vetëm me bashkimin evropian. Po ti po desh investo, blej aksionet e Apple. Po si ti blej unë? U ti kartën? Ose ja kanë nxjerr ky Juli i aventura te Julit, ç'është kjo gjëja? Që i thot blej 1% të një shtëpie në Bangladesh, thot ai, që jepet me qira mujore, thotë ti ke 1%. Ora, ai tipi një sekond tani. Se ti ndjek ta. Okej. Jo se ndjek ai. Tipi. Po të del. Po, më del. Ta nxjerr algoritmi. Ky tipi që bëri këto udhëtimet. Që u bëj famshëm fal udhëtime dhe shumë mirë bëri. Se do bëu i famshëm me udhëtime low budget dhe i tregonte njerëzve, i mësonte si mund të jetosh. Po ma është shumë mirë më duket mua. Ajo bravo qof, ka të stilin e vet. Është terezin e vet. Po më duket mua apo ky tipi bën reklama kushdo që ti vi ti japi lek. Po, se tani ka hyrë çik në atë botën komerciale, si quhet kjo. Domethënë nuk e seleksionon fare. Jo. Tani është bërse ai Genar Dajdini për ke parasysh, thot papa fare që fut reklama fura buke, pasicërie, reklama lokali lagja ku diun çfarë. Okej. Shikoj tani se lloj reklama breakers. Është kundërsens. Ti tani ke krijuar një personazh. Ky personazh është real në jetë apo jo, apo është fiktiv, nuk ka rëndësi, por ke krijuar një personazh. Dhe po shet një ide të caktuar. Ideja është që kjo ide nuk është se është ide që është e kohës son. Tani ti ke hallë se ky po ul reputacionin, a çfarë dhe ke? Hamon plak. Mo çfarë pate? Një sekund. Thjesht u mbyll ekrani telefonit. Nëse, ku ngel? Inactivity. Yes. Ku ngela? Juli, po shanim Julin, aventurat e Julit. Po në cilën pjesë? Nëse, okay. Reputacione që ky me reklamat e vet apo. Po do ishte se ky nuk është si tani po shet Ermal Mamaqin si koncept. Kupton? Po ai plak ai tani ai nuk ka zë të keq. Po që donte mo. Ai e promovoi një gjë, e tregoi veten e vet, tani do bëj lek mo. Tani çfarë halli? Okej, jam dakord të bëj lek mo, plak, bëj lek, po do ishte më logjike që ti
do vazhdosh logjika që mendoj unë, paktën nuk e di unë nisë çfarë do bëj me jetën e tjerë, po ti do vazhdosh të bësh këto gjëra, do jesh ky personazh, do bësh prap këto video në një vend tjetër ku të duash ti, por duke i bërë për një kohë të gjatë është mirë që ta asociosh veten tënde me disa kompani që vërtet ti mendon se ofrojnë një shërbim të mirë. Tani po këto kompani sikur mos duan që ta asociohen me ty, si është. A tani është problem vetë, nuk e di më. Po tani ky nuk është se do rritë të presi që këto kompanitë e mëdhaja, që ky mendon se janë kompanitë e duara të vinë ta kërkojnë këtë ose t'i kthejnë përgjigje këtij nëse ky ka tentuar t'i kontaktoj. Ky tani thot, un jam ky, kam bërë këto, tani duhet jetoj, duhet ha buk thotë ai. Do të paguaj qiran. Tani ku mund të nxjerr lekët ndërkohë? Reklamoj atë furën e bukës atje te kthesa thotë ai, ose ku di un. Po, se ka gabim. Edhe ndërkohë bën kështu ai. Nxjerr her pas here kështu reklama thotë ja ku udhtohet me kaq euro, me 10 euro i gjen biletat me avionit dhe me këto. Te kjo agjencia optimeve. Prap nuk është se e ka humbur domethënë atë identitetin e vet. Okej. Po dhe ti me plaks na le të shajmë njëri. Po nuk se mund të shash mos se gjithë njerëzit pak a shumë janë, same shit janë obuse, gjithë i kanë ato. Po do i kritikojmë çik më plak. Po jo mirë, ne. Ti kritikoj mos, unë thjesht do mundon gjene në një gjë kështu, po ti kritikoj biro sa duash. Këdo ashtu tjetër, kujt do i bjem? Të bjem atit. Pedagogu ta të dashur. Cilit nga dhe? Rezartit? Jo, me si kisha i komunisti. Arlindit. Arlindit. Ti që ndjek në për evenimente. Diku që e bugra. Se kur kalova unë aty, dhe unë thjesht po kaloja. Po shkoja kishe ca policë aty. Se dallojnë policët në barku. Dallojnë këta policët që janë kot më kot, thjesht në barku. 2 policë tu, 2 aty. Oh, që ka ndodhur? Që janë gjithë parket. Shikojnë qik me tutje, njerëz të ullur. Oh, po ecja po shikoj aty, vetëm pleq. Pastaj shikoj atë tabelën e partisë tyre, çfarë ka ata? Lëvizja bashkë. Lëvizja bashkë, sa bukur. Shikoj Arlindin të ullur aty vetëm me pleq. E vetmja gjë që s'pëlqen mua për momentin të Arlindit, është se ky i u drejtohet vetëm pensionistë më plak. Jo vetëm që janë këta që e ndjekin, po që ky u drejtohet edhe te ato premtimet, ato fjalime që mban, ky u drejtohet atyre, ndërkohë që sepse vetëm ata votojnë. Po ndërkohë që s'duhet më ta për mendimin tim, s'duhet të drejtohet vetëm atyre. Jo vetëm atyre, po s'duhet të drejtohet fare atyre, s'duhet merret fare me ata më. Po ata votojnë plak. Ines asnjë parti s'do të merret me ata, jo se janë njerëz këqij më. Po si mo asnjë parti s'merret me ata votojnë. Po e di më, po prandaj merren ata më, po tisha unë si Arlini s'do merresha fare me ata. Si s'do merresh më? Po s'ke merresh më. Ata do votojnë. Po më u them, nëse ky do ishte vërtet ai njeriu idealist, njeriu që lufton për mirëqenie, për prosperitet, për të ardhmen, s'duhet merret me ata. Ai ta premton votën ai ftes nesër më plak, çaj. Jo mos desin ata. Nuk desin se kanë check-upin falos tani. Se i bën kështu pensionistët. Ore shëndetësia falas. Është deri diku. Një sekondë, është deri diku, është thjesht një check-up falas një në vit. Tani supozohet që gjithë shëndetësia është falas, po tani ti nga që ngeli kënaqur nga shërbimi, jep të një pakesh doktori. Ti do vesh në punë, do bësh patentën, do vesh në punë, do bësh atë vërtetimin që je afër në punë, edhe do paguash. Ti japi një faturë për të bërë këto gjëra. Po ajo nuk është shëndetësi, ajo është shërbim pastaj që po ta japin ata.
Po shërbimi detyruar mua nga shteti, se shteti ma kërkon mua, më detyron mua dhe më thot, ti duhet vërtetosh mua që i jap për punë. Por atë nuk është se kemi detyrim, patente mos e bëjmë, po s'ka lek. Ore, do me pun punë, do futem unë, do punoj. Po të kërkon puna. Po puna ma kërkon mua se është detyruar me ligj nga shteti. Jo, po për këto jam shumë dakord që të kërkoj lek. Unë them ka një apandesita, u di, u vrave një gjë, atë mos kërkoj lek, po tani për patentën do të marrë lek ai se. Puna është se ti po të ra apandesiti, po të ra një gur në veshka, po theve një dorë, po vajte të bësh një kudadion, një seruma, një gjë, aty s'duhet të paguash. Aty shikohet a është nësia falas apo jo. Tani se do të bësh ti patente gjëra, aty le të kërkojnë ata. Për mua s'është problem. Po tani nësia falas tregohet që ti si person, a mund të shkosh te spitali ku të heqësh apandesitin edhe ti kesh pa pagu lek? Jo. Jo. Domethënë nësia nuk është falas. Kaq është. Tani si arsyetojnë këta është të dalë prapë në mbrojtje. Unë ka thonë që ti nuk duhet të paguash për atë, por ti me qenë se ngele i kënaqur nga shërbimi, i lë një bakshish doktorit. Një bakshish 300.000 lekë. Kush ja thotë këtë? Kështu e thonë doktorat. Okay, po. Kështu e thonë doktorat. Po. Po sigur t'i jap një 20 veza ti doktorit. Edhe një kilo shumë shlope. Edhe i marri, një shoku im ashtu u bë operim, i çoi raki, mjal, se çai çoi aty doktori. Ulli. I çoi gjëra kështu e. Edhe ngeli kënaq doktori. Fiks, se sa do lodhe i doktori do vitë në fshat i merrte ato. I hem aty. Ore kem vëre që doktorat tani janë të pashëndetshëm. Po. Se ku isha një ditë, isha me aca kështu, po hanë një drejt likut, mish kështu, mish i pa pjekur mirë, do thënë i jo gatuar mirë, do thënë, i pa pjekur mirë, po i keq gatuar, i ndyrë pa fund, ishte një lokal i mbaruar kështu, edhe aty ishin 3 doktorat. 3 doktorat e zonës. 50. Po mbi 50, të 60. Po. Që ishin më të famshëm, të vetmi, domethënë, që kishin ngel aty. Ta i njëtin gjithë, ata po hanin raki, po pinë raki, po hanin mish e gjëra, kështu ishin dëndur mirë aty. Po gjithë ta në përrethe, kështu janë pak a shumë doktorat. Janë doktorat më dhe në mosh, mundësisht me pak bark. Me pak bark. Të alkoholizuar. Po. Po dhe doktorat në Tiranë nuk ishte më të mirë. Po këtu edhe i gjenë në i mosh më kështu. I gjenë më të rinë, do shta të duke më kështu se janë ka doktora në 30-30 ca vjeç, ka dhe shumë infermier të rinj, që duket sikur janë më të shëndetshëm, por janë thjesht më të rinj. Tani si është mundur, të gjithë, edhe kam përshtypjen se kjo është konstante në të gjithë botën. Tani unë nuk e di, nuk kam bërë analiza statistika, po kjo duhet të jetë konstante në gjithë botën. Si ka mundësi që këta që duhet të sigurojnë që njerëzit janë më të shëndetshëm, janë vetë të pashëndetshëm. Po s'ka lidhje, ma e ti jep rujnë, ti jep një rrit, pastaj se nuk ka aplikon për vete, problemi ati. Ore, ajo që dua të them që ajo asi ka një rrit për veten e tij. Po, kjo është problem tjetër. Si shtaj shoku jon, kur ishim në fundit, që po ty doktori thashën dha metformin, jo un piso fort thaj. Që ishte thjesht metformin. Po mirë, ti tani, po ti kishe bërë ty doktori do ta kishte dhënë përgjigjen ty. Tani ti ja bërë këtij shoku, tani ky shoku nuk ose di mirë. Po mirë, një sekond tani. Doktori dha një ilaç ty. Po. Ti nuk ke fiksim ta googullosh një çash gjë, ç'a bën kjo mo. Po ja, mund ta kem unë, po është dikur që se ka. Po sa veta e kanë këtë gjë? Tani shumë pak e kanë, me çka kanë pa unë. Po, e ta mendosh që doktorët kanë një fuqi jashtëzakonisht shumë të madhe. Ka një fuqi të hipnotizojnë njerëzit, të bëjnë mendojnë që kjo që po të jetë doktori është një gjë e jashtëzakonshme. Ja të jap një shembull. Ose nuk dinë më për ne, thonë, çfarë thotë doktori është ligj. Të jap një shembull. Tani
Unë po bëj vite, që mundohem që prindërit e mi të marrin minimalisht vitamina. Përveç sa të hanë mirë, po marrin minimalisht sa vitamina. Edhe i them merr këta, do e marrësh ditë për ditë, do e marrësh çdo jetën. Do vazhdosh ta marrësh në dimër, në verë, nuk ka rëndësi, të bën mirë. E nëse kisha plak në spital, bëri analiza, kishe dalë shumë keq me vitaminën D. Si çdo person tjetër, si 90% e njerëzve, të paktën në Shqipëri ose Ballkan ose këto vende të lodhura, janë jashtëzakonisht deficient në vitaminë D. Janë deficient, ky është termi. Fiks, janë deficient në vitaminë D dhe është shumë e rëndësishme për shëndetin tënd. Tani unë i them, merr 3 deri në 5.000 njësi ditë për ditë. Po? Jo, se bën atë që them unë. Thot doktoresha, jep ilaçin, se nuk është as ilaç, se vitamin D, është thjesht suplement. Edhe jep një ilaç që kushton shumë që gjoja e gjerman, se është vitamin D, Gjermani, erdhi nga Gjermania, është speciale, firmato, që jep 21.000 njësi në javë. Tani kush është më mirë, sipas teje? Pa u futur kështu. Po s'ka rëndësi mos sipas meje, po tani problemi këtu është se ata prindit janë mësuar me një mënyrë tjetër jetese, mënyrë tjetër pune, mënyrë tjetër. Jo, ajo që dua të them unë që doktori është shumë persuaziv, ka një fuqi persuazive në veten e tij që mund të bëj shumë herë më mirë. Mund të bëj. Mund të bëj shumë më mirë. Edhe kur japin disa suplemente, këta personat japin suplemente për pak kohë. Tani një gjë si vitamina D ti duhet ta marrësh për tërë jetën. Duke qenë se njerëzit nuk dalin në diell. Nuk dalin fare në diell. Nuk marrin vitaminë D, nuk e marrin dot nga ushqimi, se nuk kemi buxhet të ham salmon në Atlantiku. Edhe shumë e rëndësishme për gjithë shëndetin tënd. Pish një gjë minimale. Doktori edhe kur ta jep për 2 muaj. Sa mos ti jesh totalisht deficient, sa të rriten nivele bazë në trup edhe pastaj mirupafshi. Nëse ke nevojë prap, do vish të bësh analizat, po dole keq do ta jap. Po si mund ta marrun për gjithmonë këtë? Se nuk është se ka efekt negativ. Ka 0 efekte negative, ka vetëm efekte pozitive në trup. Po si nuk tha një doktor ore shkon palestër? Po ne duam rezultatet aty, duke ne shtrirë, duke parë Big Brotherin. Ose kot për fiksim. Unë dua të di kot sa ujë minimalisht, sa ujë pin doktora. Se njerëzit janë të drejtuar. Skepse me rreshfar me doktorat, ç'pun këtë si jetojnë doktorët. Njerëzit nuk shikojnë si jeton doktori, ai duhet ta di minimalisht, doktori duhet ta di si duhet të jesh i shëndetshëm. Po mirë, ai mbas e di, po nuk është si Zoti ta aplikoj te vetja vet. Po të sesh i Zoti të pi ujë më. Po mirë, nuk pi ujë, pi bira. Ja, po. Pi raki. Pi një dopi raki në mëngjes. Edhe ajo është. Nëse, mos t'i shajmë shumë doktorat se mizi kemi. Se ata do na ikin në Gjermani dhe këta. Jo, më nuk ikim në këta. Ka rënë goxha kjo ikja. Po nuk ikin në Gjermani, më pak si në Gjermani. Sa do marrje? Nuk e di sa do marri, po ka rënë goxha, me sa kam parë unë, po bie goxha kjo pjesa e tikurit. Po bie thua? Po bie, po. Me ato statistikat e mia, po. Po pse kështu? Po di, se njerëzit po e kuptojnë avash, nuk është zgjidhje të ikësh nga problemi. Edhe që Gjermania nuk është fush me lule në fundit, se po vinë dhe përshtypjet e parë, review-t e para nga njerëzit që kanë ikur gjatë, edhe që janë andaj. Aha. Unë për shembull kam njerëz andaj,
kam një shok që iku, është infermier domethënë, edhe vajti edhe thotë nuk është se është një vendim i mirë që ka marrë, që jeton atje afër një qyteti, afër Köln, se ku është ndej, nuk është një qytet, është si tip qyteze. Punon në një azil, punon në një azil, plesh, nuk është se bën në jetë kush e di domethënë. Se okay, për punën që bën, për orët e punës që bën, paguhet shumë mirë, jo e leverdis, po është shumë mirë domethënë, por është puna te sasia, te cilësia e jetës që bën është shumë varilesh. Pse? Po se s'ka thot asgjë gjë, s'ka jetë sociale, s'ka njerëz. Ta afërmit, familjen i ka gjithë tej. Çfarë do bëj aty, marrë turnin 8 orash, ku do vej? Aq vetëm, po ky është problemi. Po të ishte në Berlin ose Munich do ishte tjetër po. Po dhe minimum, mund të jesh të qytete më dhaja, po s'pate një grup fuqishëm, shokësh. Ka përshtypjen se problemi është që ata nuk krijojnë dot shoqëri gjermane dhe shoqëri gjermanët nuk kanë të njëjtin koncept shoqërie siç e kemi ne. Po. O do lidhet se s'bën me një grup shqiptar, me çuna kosovar. Ose të huaj. Ose të huaj. Ose të huaj tjera. Turq, afgani. Është goxha vështirë. Gjermanëve. Po. Mi qera llafit e Gjermania. Se po lexoja që parë. Po. Për eksperiment. Atë kam thënë ndonjëherë që Senati Gjerman ka sponsorizuar eksperimente ku vendosin fëmijë të vegjël në shtëpi të jetonin me pedofila dhe të rrisin pedofilat? Ose diti dhe? Po si u ka vaj me një? Si kam pat kota me ndonin këto? Do e studion të do bëjmë screen share në një ditë. Po kjo duhet me studiuar fuqinë. Po është e vërtet? Pilas po ta mendosh. Manga më e bukur që kam, ose ajo e preferuar ai me, është për njeri të linj që personifikon nihilizmin, edhe ky është gjerman, edhe ka dalë fiks një nga këto qendrat e fëmijëve gjerman pas rënies murit Berlinit. E bukur e di kush është? Se të gjitha këto eksperimentet bëheshin në pjesën e përparuar të Gjermanisë, në Gjermaninë perëndimore. Senati Gjerman sponsorizonte këto, kërkonte sponsorizimin e kërkonte një psikiatër gjerman, i cili ishte i njohur publikisht që ishte gay, përveç se ishte gay, publikisht ai kishte marrëdhënie shumë vjeçare me një fëmijë, me një djalë që kishte nisur marrëdhënie që 15 vjeç, që jetonte me këtë djalin dhe kishte marrë në shtëpi e fëmijës. Problemi ishte që në Gjermani, pas luftës së dytë botërore, ato vitet e para pas rindërtimit e tjera, po kishte një stigmë kundrejt perversitetit seksual. Duke qenë se perversiteti seksual gjatë kohës së Hitlerit ishte dënuar keq, edhe gjermanët në fajin e tyre, duke dashur të kundërshtojnë çdo gjë që ishte naziste, shteti, intelektualët, më saktë intelektualët, se shteti ka faj, po më shumë faj kanë intelektualët në të rast, mundoheshin të hapnin programe ose të investonin mbi persona mbi edukimi seksual. Njëra nga persona që ishte vajtur në krye të këtyre programeve që ishte i njohur, përveç se ishte gay, ishte edhe pedofil. Ky personi tani gjente fëmijë, këta fëmijët i çonte në fëmijë në shtëpi në jetimore, në shtëpi fëmijë, gjente vetëm djem në shtëpi fëmijë, kishte një rrjet
me pedofila, dërhynte që këta pedofila të merren në të merrin pamirësi ose në birësi këta fëmijët që të jetonin me ata dhe të rrisnin. Ky vetë kishte adoptuar 3 djem edhe kishte birësuar një të katërt. Ky kishte 10 si këto shtëpit në Gjermani perëndimore. Ky kishte 10 pedofila që kishte quar minimalisht, unë për lexoj historinë e njërit, vetëm kur ishte ai atje, kur kishte rritur ky me këtë pedofilin, kishte rritur me 4 djem të tjerë. Që sa kishte qenë ky nga 10 vjeç në 18 vjeç. Ishin qenë 4 djem. Pyta. Edhe kjo në Gjermaninë perëndimore. Po, bravo gjermanëve. Edhe pritën. Këta kishte gjithë historinë, se historia kishte dalë, ky personi ky që ishte kokë këtyre kishte vdekur. Pasi kishte vdekur, njëra këta djemt, pasi kishte dalë historia nuk kishte dalë kaq që hapur që ishin gjithë këto shpira, fëmijësh, gjithë këto persona të tjerë, thjesht ishte një histori. Njëra këta djemt kisha parë në gazetë fytyrën e këtij burrit. Ky djali, pasi pa fytyrën e burrit, u kujtua që ky burri ka jetuar ose e takonte në shtëpinë e babait të tij, që kishte birësuar, babait adoptiv, ishte pedofil. Edhe tregon historinë pastaj se si ky ishte bërë person pa ndjenja, zero, robot, autonom fare. Masi kishte parë këtë. Ore, jo, person ky ishte i rritur tani, edhe si njeri i rritur kishte zero ndjenja, sepse ishte rritur nga babai birësues, që ishte pedofil, që i kishte dhunuar. Për të ishte aq që gjë normale, të dhunueshe, të ishte pa ndjenja, të ishte rritur në mënyrë të tillë, sa që ky kishte zero ndjenja, zero emocione. Po e për mendimin tim, to janë ndër gjërat, prandaj nuk besoj te Zoti jam, se kthehemi pa te feja domethënë. Po Zoti thotë që ka vullnet të lirë, ka dhënë vullnet të lirë njerëzve, kështu që nuk është fare i tij. Mos është fare i tij, po kush e krijoi vullnetin e lirë atëherë? Tani. Është pyetje vete. Tani edhe krijoi vullnetin e lirë. Supozohet që ai e dinte atëherë që vullneti i lirë do sillte këto. Tani s'mund t'ja lë përgjegjësin njerëzve, përderisa ky ka krijuar njerëzit. Tani të paktën duhet t'i lërë njerëzit të dinë domethënë që shikoj ta bëj. Tani si mund ta besojmë ne që Zoti ka folur një herë para 1400 vitesh me atë tipin atje, ose ai tjetri para 2000 vitesh. Edhe me po që futet para sa 1000 vitesh e ka. Si? Po që futet para sa 1000 vitesh e ka. Po marrin këto më nuk kanë profet, që futet nuk kanë profet, po. Po marrin ta më të fundit, më risën domethënë. Imagjino ti je Zot, thua që të vdesun tani, më thot Zoti, po ti pse s'besove? Po se dia ti them unë që ishe. Po si se dia thotë unë I thash atij unë I thash Muhamedit para 1400 vitesh, se morë vesh ti. Ka përgjigje japun pastaj. Po lexova këtë podcastin me tha ky tipi këtë historinë. Kishim I gozë puna atje. Edhe si rakti Muhamedit fes, kjo shkela besonte, ishte kështu nga këto ungjillorë, nga këto të Akilpanos. Edhe kishte një kështu mikrobibël me vete. Edhe e ke vënë që ta besimtarët.
Pak fare se një fjalë shumë edhe s'doja me ja plas gjithë kështu një herë. Edhe kjo është këtë tash e nxoj të mikrobiblën, si quhen to, edhe do të më jetë mua që kanë mbajtë. Jo I thashun se e kam i dhe shtëpia tash faleminderit. Edhe mund të kisha marrë mos se është një se si do bën efekt, po thjesht Po ti duhet ta kishe marrë për njerëzlik. Po, unë nuk I dua këto më. Tani, si ti thua jo se me lezet, I thash jo Po se... mi më plak, okej, një sekond tani. Okej. Po në një Univers paralel. Jo. Në qoftë se duhet t'i vëm fajin, një prioritet faj, në këtë rast, kush ka më shumë faj? Njerëzit apo Zoti? Zoti plak. Si më kanë dhënë? Po Zoti plak. Tani në qoftë faj, po ekziston gjë që po ndodhin me faj apo jo. Atëre një sekond tani, se logjika është në qoftë se ai ka faj për këto, ai ka dhe merita për gjërat e mira. Po, kjo është puna se njerëzit, ta që besojnë, meritat po I ka Zoti tani kur vjen puna te këto, apo është vullneti I lirë, është dëshira e njerëzve, është vullneti I njerëzve. Domethënë, kur unë ndihmoj dikë, nuk është vullneti im I mirë, por është Zoti që më mundsoi nëpërmjet meje që unë ta ndihmoj të tjetrin. Kurse kur unë e vrasa të tjetrin, thotë jo, po ishte vullneti jot që ti e vrapë, nuk është se ishte Zoti që nëpërmjet meje vrau atë. Tani, kështu funksionon besimi ditët e sotme. Që nëse njeriu është duke vdekur për shembull, edhe papritur doktorin ndërhyn dhe shpëton, thotë Zoti bëri mrekulli. Por nuk thonë që Zoti është vrasës përderisa ai njeriu që ishte duke vdekur e qelloi njëri ose shtypi njëri në makinë ose I ra një smundje apo e diun. Tani Zoti është ose është. Mund të jetë vetëm për ato të mira. Po në qoftë se Zoti është I mirë vetëm te ata që ndjekin rregullat e tij që besojnë te Zoti. Po cilat janë këto rregulla pra? Mos vrit njerëzit ato 10. Po tani historia na ka treguar që edhe njerëzit që kanë vrarë njerëz të tjerë, nga gjitha njerëz që kanë vrarë njerëz, ka njerëz që kanë bërë një jetë mirë, ka njerëz që kanë bërë jetë keqe. Tani si ta di unë? Po ideja është që do gjykohesh pasi vdes. Pyetja që kam unë, po në qoftë se, një sekond. E zëm që Zoti ekziston. Pyetje filozofike. Po në qoftë se Zoti nuk do t'ja di për të gjithë, se nuk ka asnjë arsye pse Zoti. Po më duket se jemi shumë burr, nuk është se do të merret tash me. Okej, shumë bukur. Ai do merret vetëm me njerëzit e tij. Njerëzit e tij, tash njerëzit e tij me gjithë, po nëse ai po ma të që kam shumë qef. Sigur mos të jemi neve njerëzit e tij. Po, normale më plak. Do merret vetëm me çifutët thua ti? Me ata që I shkon muhabeti. Që I shkon muhabeti. Sa Se tani nëse ka krijuar botën dhe universin ai. Se logjikisht mund të ketë edhe alien në galaktika të tjera. Po, besoj më shumë se ka mos në një gjithë univers. Okej, po janë çiksi shumë. Edhe ne jemi bërë çiksi shumë këto kohë të fundit. O plak tani, Zoti që është Zot, është jashtë kohe, jashtë universit, tani nuk është si plas Zoti aty. Po pse duhet të harxoj kohë me neve ai, se më. Po nuk është se I marron koha më. Ai aty është, nuk është se ka për tikur. Okej, mo të kom se harxoj me neve. S'ka kohë ai. Ai është I pa kohë. Do të thënë, s'ka çfarë bën. Po na e dim, ndoshta ka, ndoshta po krijon një univers tjetër ai. Kjo po, mund të jetë duke krijuar një univers tjetër në fakt po. Po krijon një univers tjetër. Po një Big Bang ka ose po kontrollon njerëzit në universit tjetër momentalisht. Po kontrollon ca bloba Leila në galaktikën Ameba 754. Interesante, ke parë është Ricky Gervais, edhe ka një pjesë të bukur të kjo pjesa e Zotit. Se merret shumë me Zotin, edhe thotë tek ku ndodhin të fatkeqësitë natyrore, që thotë ishte an act of God. E ke parasysh që përdorin këto kompani domethënë. Edhe thotë ai që kur ndodhin që përthej vulkanet herë në Island që u ndallun
u kancelluan shumë fluturime, domethënë. Edhe kompanitë si bujme thonë jo, nuk i rimbursojmë dot sepse është një act of God, është një vepër e Zotit. Atë si e vendosin tash, nëse është Zoti, bie që çdo gjë është vepër e Zotit. Edhe kur ndodh një aksident i vogël diku me makinë, do thotë që është Zoti që e ka bërë. Tani kur shpresen vulkani, ne dimë që është Zoti. Kurse kur plaset ajo makina me atë, thotë do të rimbursojmë, se nuk është vepër e Zotit. Po. Tani Zoti po është, po s'është. Po sepse kur ke përplasur makinën, ti nuk e than Jesus take the wheel. Po të kishe thënë këtë aty, është vepër e Zotit. Edhe kjo ndoshta mund të jetë. Po. Nuk e di, jo, po për mendimin tim Zoti nuk është se nëse është nuk është do interesoj shumë për shembull që a beson ky robi është një çuna që bën një podcast me çun tjetër, këta dy a besojnë. Nëse Zoti do jetë, për mendimin nuk ka, por nëse do jetë, nuk ka pse merret tash me por se është një planet atje që janë 8 miliard njerëz, po ca këta besojnë, ca besojnë në një mënyrë, ca besojnë në një mënyrë tjetër. Prandaj, shikoj tani, se Zoti ka vendosur ato rregullat. Ti do të rregull. Edhe është automatik, ore, Zoti ka krijuar algoritëm tani, me pak kuafe. Ka krijuar ligjet e natyrës. Ka krijuar algoritmin, jo, ka krijuar algoritmin e tij Zotria. Po. Edhe ti kur vetë gjykohesh, algoritmi na që i di të gjitha kur vetë ti ka failin tënd para ty, është një AI. Zoti ka krijuar AI praktikisht. Edhe thot, ti Zotri ke vrarë njeri, po jo. Edhe është si një po mund të jetë po, si një troubleshooting ajo. E kanë vrarë për vetë mbrojtje. Po troubleshooting ka 3 mundësi, po jo, po por. Edhe ky vetë te po por. Okej, por pse e ka vrarë për vetë mbrojtje? Okej, në rregull. Ja kalojmë këtë. Ka vjedhur ky personi. Ka pirë drogra, alkoolra, ka jetuar një jetë. Po pse do të fut alkoolin e vepër të këqija, se marr vesh. Po se është tundimi më, ideja është që ti nuk duhet të tundohesh. Mimo tash e marr një rast. Po rregullat nuk janë kot më. Po rregullat nuk janë kot. Unë jam te dhoma ime. Kam 7 orë sot duke studiuar Kur'an, po supozoj. Ose Bibël, në Francë. Kur'an po që e kam më shumë alkoolin. Po. E mbaj to 7 orë nuk e studiu, kam lexuar gjitha llojet e syjeve të këtyre. Mbaj to 7 orë, e mbyll librin, zbres një kat më poshtë te pallati, pi 2 bira, nuk flas me një fare. Di prap, e ha prap. Ose ku ta di unë, ja po zgjidh. Ti ke traftuar veten. Ideja është që ti nuk duhet të pish alkool se të bën dëm ty. Ti thua që ja fut gjumin, ti janë dakord. Po nëse ditën tjetër ti pi 5 bira, domethënë që se po pive 2 bira natë për nati, pasi lexove suret e tua, pas 2-3 javësh, pas 2 muajsh, ti do pisha 3 bira. Jo, nuk po them se po piva sot, më nesër do pi pushimun. Pas nesër, mas një javë do pi prap. Po. Jeta ka treguar që nuk funksionon kështu. Kupton? Zoti ka gjykuar mënyrën se si funksionojnë njerëzit. Edhe ka kuptuar që nëse ky person i pi alkool, ky do kthehet në një gjë të alkoolizuar, që është gabim për veten e tij, është një net negativ për veten e tij dhe për njerëzit e tij afër tij. Kështu që ka thënë po pive këtë, është mëkat, edhe nuk futesh parajs. Tani normalisht edhe Zoti nuk është i pafalshëm. Ai të fal nëse pi ndonjëherë ose nuk ke qenë më para i ditur në punët e saj. Tani Zoti thot për shembull që s'do të shohësh. Çfarë s'do të shohësh? Filma. Çfarë? Jo, më si më. Thot më. Mos shohë filma? Po, mos gjë muzikë, mos shoh filma. Jo, më plaksa. Kur'ani thot. Përdore fjala filma në Kur'an? Jo, s'do të shohësh kështu. Nuk e di se po entertainment njerëz do të ketë. Si më entertainment, e gjithë mënyra se si është bërë Kurani është që ti tregojsh një histori. Ta që besojnë shumë nuk shohin filma.
Ende ka shumë nga ka interpretuesit që thonë s'do të shohësh filma fare. Edhe biles ka pyetje, s'u shofta emisione, jo emisionet, po dalin to reelsat. Po mirë, po edhe ka pyesin këto interpretuesit, i thonë, ore, a mund t'i bëj skip aty pjesëve haram të filmit? Pjesët haram janë ato kur der lingoth me bikini ose ky do thot mos shikoj filma jo filma porno, filma dues. Jo, një film, po. Një film normal ka diku një sken që puset diku. Është femër e pambuluar, pik. Një femër e pambuluar. Po jo vetëm pambuluar, po që është puset. Ai thotë jo, po s'mund ti nuk lejo thotë. As ti bër skip, s'do ta shohësh fare atë filmin. Okej, po ai nuk është kundër filmit në vetvete. Jo, po ai nuk është kundër filmit, ai thotë që të ndon. Po, dhe ata që e bëjnë filmin nuk janë besimtar. Po jam dakord më pak, po nuk është kundër filmit në vetvete si. Po tani këta që bëjnë filmin tani, okay, ky interpretuesi thotë unë s'po shoh filmin. Edhe unë i këshilloj thotë njerëzit e mi mos e shikojnë filmin. Edhe ta gjithë shkojnë parajs, po këta që bëjnë filmin, ku do shkojnë da? Në xhenet. Parajs. Me shejtan. Xhenhenem është. Shejtan. Si e xhenhenem? Xhenhenem. Me shejtanin atje poshtë. Po. Me shejtanin në katin 0, në katin -1. Është goxha është ai serial Lucifer, nuk e di e ke parë ti. Po kam parë deri në far pikë. Është ka koncept shumë bukur për djallin për angjëjt e për këto. Për Zotin e kanë ndjerë çika këtej serial. Se kanë bërë. Po se nuk ka shumë informata mbi Zotin në Bibël, prandaj. E kanë bërë çik zezak, e kanë bërë çik shumë nice. Çështja se Zoti është zezak. Mos e vajlesh, po edhe tani gjë që më pëlqen më te Zoti është jo, edhe është i bardhë. Jo. Kaz. Jo, po them që Zoti nuk besoj se do kishte rezistuar dot tundimin, nëse do ekzistojë gjithmonë, ëh, që e ka kriju gjithë të botën. Është atje në atë fronin e vet, ka gjithë pushtetin e mundshëm, është jashtë kohe, do të thënë ka gjitha gjërat e mundshme. Tani ai është i përjetshëm tani nuk i reziston dot tundimin që të vijë orë ta provoj një herë në tokë si jetojnë njerëz, ta provoj një kamarier aty në Astir për shembull, ose në 21 të jetoj një herë si është. Do ishte gjë shumë. Është shumë i bukur. Nuk e di, po isha zot. Do të provoj se të nisem të jetoj si njëri normal. Pyetje, tangente tjetër. Në qoftë se Zoti di të gjitha. Zoti është në dieni të katalogut zakonisht të pasur që ka Pornhub për shembull. Po normale, po sigurisht. Në qoftë se është në dieni të gjithë kësaj gjëje. Zoti ka ra me dorë? Apo është aseksual? Është domethënë. Jo, nuk besoj. Do ishte shumë do kishte shumë thelbësor. Ka seks. Po pikërisht pastaj do vinte një herë për shkak se ai imagjino ka kriju gjithë njerëz. Jo, po ideja është që Zoti duhet të jetë një qenie aseksuale. Jo, unë mendoj se nuk duhet të ketë. Do të ishte bi. Më tepër. Do të jetë gjë vrim me fut. Po se do të shijoj gjithë. Nuk e di po. Supozohet Zoti e ka kriju vetë edhe burrin dhe gruan për shembull. Burrin ka kriju si ka dash shefi atij. Edhe gruan ka kriju si ka dash shefi atij. Më ti thua që ka pas me qef të dy anët. Po. Logjikisht ka sens. Ka sens. Unë Zoti është biseksual. Po. Okej. Se në një podcast që kam parë thoshin që Zoti do të jetë gay, se ata e merrin në verset të Biblës, domethënë që Zoti nga që mërzit me njerëzit i futi një përmbytje totale dhe krijoi Noan me ato. Po nga që nuk besoj te Bibla te këto, them që Zoti do t'i hysh thellë. Ai ka kriju, ai po tonë nuk krijonte më tak. Ai bënte botën gjithë me femra. Edhe vinte jetonte vetë dhe ishte. Po si do riprodhoheshin këtu? Po e gjente mënyrë marrë Zoti, bënte fotokopje. Po në qoftë se për të krijuar njeriu e parë, Zoti duhet harxhonte jashtëzakonisht shumë energji.
më shumë energji se sa të krijonte gjithë universi. Të krijonte njeriu me vullnet të lirë, ka dashur më shumë HP, Zoti, se sa të krijonte gjithë universin. Mundet. Mund edhe kjo. Tash njeriu është një mrekulli e tillë. Se teknikisht jemi mrekulli ne jemi mrekulli statistikore. Nëse ti nuk beson në Zot, për ne po. Ne jemi mrekulli statistikore. Po. Po tani imagjino atë time frame-in, domethënë, ose atë periudhën që sa kohë ka që jeton universi, edhe sa kohë ka që jetojmë ne. Edhe sa është universi që ne njohim, domethënë, kjo statistika nuk është ajo që e vogël. Po. Statistikisht është ose statistikisht jeta mund të ketë nisur të gjitha planetet e sistemit tonë diellor, mund të ketë nisur njëkohësisht, por ky është fakti që toka ndodh. Po jo, nuk ka vazhduar. Me këto ligje fizike nuk nis dot jeta në po nuk është se toka për shembull e mundsoi që jemi në këtë lloj distance nga dielli, edhe që këtu kemi mundësi, nuk kemi as shumë larg as shumë afër. Nuk është ka një gjë specifike toka, domethënë është thjesht pozicioni, distanca që e bën të mundur. Po sa hyje ka në për vërdall? Ore hyje ka miliarda ndoshta, po. Nuk e di, kjo punë e Zotit mua më pëlqen shumë se ti je në një fazë ateiste momentalisht. Po, jam në shumë. Po, kur je kështu ateist, nuk e di, po pse më dalin shumë njerëz besimtar vërdall, përballë anash. Kjo është kjo është kështu. Nëse një gjë për momentin është e rëndësishme në jetën tënde, ti e shikon në çdo pjesë të jetës tënde. Për shembull, kur unë fillova do pësosha para vitesh, edhe që u fillova të interesosha për shëndetin, për të gjëra kështu, pa pritur shikojnë atë gjitha anë njerëz njerëz jo aktiv, edhe fillova të gjykoj njerëzit lart e poshtë, në pamjet e tyre. Edhe tani, vazhdoj të gjykoj njerëzit. Po shumë pak. Është një gjë e keqe, mund të gjykoj sa duhesh, nuk është. Po është kështu, domethënë, nëse ti nesër për shembull ose një person që vetëm palestër, që ka filluar palestër, po bën një vit palestër, shikon ato rezultate pozitive, shikon trupin e tij e tjera, kur ecën rrugës, edhe që informohet për to gjëra, jo thjesht vetëm palestër e kaq e bën aty, po informohet kohën në lirë mëson. Ka përshtypjen se kur ecën rrugës, shikon dhe gjykon njerëz, po ky do bënte mirë servise çik më shumë, supet, shpatulla, gjoksi, ti mungojnë gjoksi. Jo, është normale modeli. Në njëjta gjë, nëse ti ka një gjë të rëndësishme për momentin në jetën tënde, do e hasësh atë në përditshmëri. Sepse është ligji i atraksionit. Po te ligji i atraksionit beson ti? Po, te këto gjërat kështu, pak a shumë besoj se mënyra se ti e kontrollon, domethënë çfarë lloj gjë ti tërheq, ajo të vjen. Te karma, beson te karma? Edhe po, edhe nuk është fix karma për shembull, siç po do të them, është tek poja, po. Se nuk është se ke sigurt më që do ndodhi gjithmonë, se ka plot raste që edhe nuk të kthehet ajo që ti bën, ose të kthehet me vonesë. Okej, tani, shikoj. Karma thotë që nëse ti bën mirë, do të vi mirë, dhe nëse bën keq, do të vi me energji negative. Po. Okej. Po si bëhet që fizika na thotë që çdo veprim ka një reagim të paras flefshëm në vlerë. Po pastaj ti kur bën keq, logjikisht do bëj keq, po do të vite një gjë e mirë. Po, për momentin po, ti bëre keq, do të vijë mirë. Po, problemi që kam me karmën, që nuk besoj ai shumë, është se nuk të vjen në moment.
E kupton se dikush për shembull mund të më bëj keq mua tani, e zëm se më shtyp njëri me makinë mua. Edhe vuaj shumë, 2 ditë, ri në koma dhe vdes. Kam vuajtur shumë ama. Edhe ky më bëri keq mua tani. Ky është në rregull për vetën e vet. Shpëtoi nga gjitha akuzat që po supozojmë. Tani ti vjen karma mas 5 vitesh, po unë kam tepur tash, ç'pun kam tash se i vjen aty. E kupton? Tani aty mund t'i vi, po unë. Po karma është për atë, nuk është për ty. Po karma ime. Po ti që, do më thënë që ti ke bërë një gjë të keqe në të kaluar, logjikisht, pas ligjeve të karmës. Kam pirë 3 bira, kam pirë 2. Ke pirë 2 bira? Por tha Zoti mos pi bira, ti do ta kishe dëgjuar. Po tani ka dhe Zot, ka dhe karma, ka dhe. E di që kam mësuar. Ka pasysh që jam mormonët në Amerikë? Po mormonët të thonë që si gjitha këto nuk duhet të bësh seks para martese, jashtë martese. Po. Tani, mënyrën se si përkufizojnë ata seksin, është që ti nuk duhet të lëvizësh. Edhe këta kanë gjetur një workaround. Më duket se më ke thënë. Workaround plagë. Që është njëri që i lëviz. Është njëri që i lëviz. Do të thënë kemi një të tretë që të përdor ty si marionet. Po kjo është para martesës apo? Po se gjatë martesës ti e bën pa nevojë të këtij shërbimi. Para martesës. Edhe teknikisht tu nuk ka asnjë problem në ligjet e tyre. Po për shembull atje tani e zënë se këta do shkojnë në vdesje, do shkojnë aty do paraqiten para Zot, do i thotë jo thotë se ti ke bërë seks para martesës. Po jo thotë. Jo thotë se kishte. Po ishte tani si do kjo është gjë e njohur në rrethin e tyre. Kanë një fjalë, nuk e mbaj mend se si e quajnë fiks këtë gjë. Po që teknikisht sipas rregullave të Zotit të tyre, kjo është e lejuar. Po tani se Zoti ka vendosur këto guideline. Ta kanë kthyer bagun në feature fix. Po. Zoti ka vendosur këto guideline. Edhe ka krijuar ai që të gjykon ti pasi vdes në bazë të këtyre guideline. Për të falë, për ja 2-3 minuta do ta mbyllim se se në 12 fiket ky dhe nuk e di a dërguaj pastaj, do ta dim sa kohë është ta. Po. Okej. Pasi bën këto guideline. Edhe ti në një farë mënyre gjen një workaround. Po. Edhe kur do vesh atje dhe do të gjykoj ky sistem inteligjent. Po pra këtë po them. Do kaloj në tilt, do bëj error. Pastaj do vesh te Zoti ti. Po do vesh atje, do vesh te shkallë atje, do i thush, ore shiko se unë ta më akuzojnë mua se unë kam bërë seks, po nuk kam bërë seks, unë kisha këtë robin tim që më ndihmoi. Unë thjesht bënja shtrirë. Po, tani nëse Zoti ekziston, tani do i nxjerrin ata skenë, do e kenë regjistruar ata, besoj se regjistrojnë këto gjëra. Po, janë të regjistruara të gjitha. Edhe do janë nxjerrë aty që ja fix. Do ta ketë një. Nuk e di, po e çuditshme domethënë. Po ta kesh Zotin do ka shumë gjëra që mund të bësh më betaj, imagjino këtë. Na duhet një besimtar që pranon shaka në një ditë. E të pak janë. Na duhet një besim. Po ja, këtë se kam kuptuar asnjëherë unë. Fakti që njerëzit besimtar të paktën shumica e tyre nuk mendojnë që Zoti ka një sens humori pa parë. Po. Që mendoj se ulur aty që të gjithkohon vetmenjën për neve. Ora ai duhet të ketë një sens humori, ai është keq. Për mendimin tim. Ai është të errët. Sa që duhet të bëj shaka për çdo gjë dhe të pranoj shakara për çdo gjë. Ai do të ketë gjitha cilësitë. Si do të duke qenë se si do të kaloj këto mëkate që bëjnë njerëzit. Se do kaloj depresionin shkreti. Po.
Imagjino zot të kaloj depresion. Jalla. Jo, e vetëm gjë që ka ashtu shumë mua domethënë është që ajo pjesa që imagjinon sikur Zoti, ajo pjesa që tash parë që është kthyer e ka provuar jetën njerëzore, domethënë është kthyer njëri, edhe kur është kthyer njëri është bërë i vdekshëm, edhe nëse vdes domethënë nuk është se ringjallet, po thjesht vdes se zhduket për gjithmonë. Imagjino sikur ta ketë bërë këtë, ta kemi vrarë, ta ketë vrarë dikush për shembull. Po diun, me dashje pa dashje, E ka vrarë një çifut e ka vrarë. E ka vrarë një çifut për një kontratë pune që janë prishur. Po. Edhe tash është, e thënë se to makina që ikën shoferi edhe është kështu në. Ha. Sa teori e bukur jo. Kjo është shumë e bukur domethënë. Më ka vajtë një mendje, nuk e di ku e kam parë, thash, goxha interesante si gjë. Po. Imagjino të kalosh imagjino të vrasë Zotin, nuk e di që vrave Zotin. Po s'kem të marrë vesh besoj se po e vrave, ikuaj. Ti e vrave. Ti domethënë ata engjëjt atje mund të jenë sipër duke pritur domethënë, kanë për maca vendime të gjë, prit ata prit hiç. Po, ata kishin mitik me Zotin, nuk hyrin mitik. Edhe gjithë njerëzit që vdesin, që bën radhë aty e madhe aty që pritet që ku do kaloj njëri, ku do kaloj tjetri. Imagjino se mund të ishte bota, është botë vetë. Vërsi radha pasaportave më keq, gjatë verës kur vinë emigrantët. Goxha. Problematik. E se do e mbyllim pra, të lemi çikon ti ja plot sa gjë, si mos rrezikojmë nga ai që gjithë ky. E mbyllim. E bëjmë të mas ku i bie? Mas të dielën. Po, kur ta doj shefi. Të dielën. Të dielën. Okej, në rregull. Ikpa, mirë pafshin të dashur të natën. I dashur të le I dashur. Jo, tani do t'ja çoj, nuk e dëgjon dot kështu. Po. Ja, po do të kryosh kanalin, ta uploadosh edhe ti dërkosh linkun që të bëj live. I kik pra, natën. Ajde, ciao.